E kishin kaluar shoqët Halimin. Dhe me që po afrohej nata, ajo i dha kafshës saj dhe ju doli përpara shoqëve. Ato ja pritën dhe i thanë, Halime, po, a nuk është kjo kafsha me të cilën erdhe? Që bë kështu? Nuk e di, tha. Kjo po vrapon, që sa ma shpejt të arrim në shtëpi. Dhe ajo vajti në shtëpinë e saj. Fëmijët e saj u gëzuan se ju erdhi një vllai i Gjirit dhe natyrisht se do të lunin me te. Me të hyrë në shtëpinë e saj, diçka sikur u ngjall. Nuk ishte si më përpara, ajo kishte shëndet më të mirë. Por edhe delet e saj të nesrit dhanë qumsht më shumë se herave të tjera. Dhe gjithë fëqinjet e saj u habitën se si ka shumë, po kanë qumsht delet e saj ku gjitha në një vend ku lotin. Mirë po në shtëpin e saj me ardhjen e poshtjes së vogël Muhamedit, gjithçka kishte ndryshuar për të mirë dhe ushtuan bereqetet. Eminja në Mekë ishte e mërzitur se kishte mbetur pa të voglin e saj, ishte vetme. Tash Abdul Mutalibi nuk vinte 2 herë në ditë për ta vizituar, sepse i vogli i saj nuk ishte në shtëpi. Dhe ajo priste me pa durim që të kalonin 2 vjet që gjithëndësja Halime ta sillte Muhamedin e vogël dhe ajo përsëri ta merrte në barzë dhe t'i gëzoi ardhjes së tij. Të gjata ju doken ditët, të gjata dhe asësi të vinte Halimja me të voglin e saj. Pas 2 vjetë, erdhi Halimja. Muhamedi ishte rritur, tani mund të ecte lirisht. Erdhi edhe Mutalibi. Përveç Eminës, edhe ai e mori në barzë dhe u gëzu kur e pa nipin dhe e përgëzoi Halimen se ishte kujdesur shumë për nipin dhe se do ta shpërblente. Mirë po Halimja ishte shumë e mërzitur. 2 vjet e kishte mbajtur Muhamedin e vogël. Tani nuk e bënte zemra që ta linte në dorën e nënës së tij, se në Mekë ishte përhapur një smundje. Pastaj edhe ajri në Mekë ishte ato vite shumë i nxehtë. Edhe ju drejtu Eminës i tha, Emine, unë e di se ke mall për djalin, unë e di se ke zër, mirë po të kisha lutë, ma japësh edhe një herë Muhamedin e të kthehem me te në fshat, sepse po friguam se nuk e ka shëndetin aq të fuqishëm sa t'u përballoj smundjeve që janë përhap në Mekë dhe atje në fshat me ajrin e pastër
nuk do të rrok asnjë smundje. Eminia sa sqalt, ishte as që mërzitur. Njerë kishtë dhënë, me dëshirë, ja kishtë dhënë, që djali saj të rritej, të bëhet i madh, të este, të fliste gjuhën e kulluar, po për zdyti mendonte se nuk do të kem kurse si zemër t'ja jap përsëri shpirtin, t'ja jap mjaltën e vogël, gjithënësës. Edhe Abdul Mutalibi nuk ndërhyni. Është në dorën tënde, i tha oj Emine, ti duhet të vendosësh, a donë me ndal djalin këtu, por me rrezik, sepse ka smundje në qytet, apo do ta shtrëngosh edhe një herë zemrën, edhe do t'japësh Halimin. Halimi tha, unë po ta marr djalin edhe një herë, deri sa t'i bëj djali 5-6 vjet, nuk u kthej, sepse dua të forcohet, të bëhet i Zoti vetvetes. Atëherë smundjet meg do të kalojnë, e unë do t'jem me lumtur dhe do të vi me vrap, edhe do t'u asjell. Atëherë Eminia morin parë Muhamedin e vogël, e përqafoj, e mbuloj me lot, dhe prap, ma në fund, ja dha me gjysë zemre Halimes. Halimes, kur erdhi ju kishte dukur rruga e gjatë nga fshati Benu Said, por kur u kthy rruga ju duk shumë e shkurt, dhe sa ora ju duk se arriti në shtëpi, dhe atje në shtëpi që gjithë fëmijët e saj u ngritën në këmbë, u ngritën dhe u gëzuan se u kthy përsëri Muhamedi i vogël. Përsëri delet kishin qumsht, përsëri në shtëpinë e saj kishte bereqet. Kjo pra ishte një pjesë e foshnjërisë se pejgamberit ton, i cili bëri 4-5 vite në fisin Benu Said. Pra vajza ime, të gjitha këto tregime i kanë gëzimet e veta, i kanë hidhrimet e veta, sepse gjithënësja gëzohet, po ema e ka zor të jetoj pa të voglin e saj, por Muhamedi mori fuqi në fisin e Halimes. Prandaj edhe për sonte, po e përfundojmë tregimin për pejgamberin ton, Muhamedin alayhi salam. Pra ngritu dhe shko pusho. Natën e mirë. Natën e mirë, baba.